Të dashur teleshikues të televizionit të shqiptarëve të Amerikës, përshëndetje. Sot në emisionin tonë Argument kam ftuar edhe një herë aktivistin Agim Aliçkaj, drejtues ekzekutiv i Ligës Qytetare Shqiptare-Amerikane, për të diskutuar për një problem madhor për cilin Agimi ka diskutuar shpesh, për zgjedhjet në Kosovë. Zoti Agim, mirë se erdhët dhe gëzuar vitin e ri. Mirë se ju gjeta, zoti Rafael, e gëzuar viti i ri. Deri viti i ri erdhi me një triumf për lëvizjen vetëvendosje në Kosovë. Ata, sipas regjistrimeve më të fundit, kanë arritur në 50% të votave. Unë po shija edhe numrin e votave në KQZ për kandidat e Zoti Kurti kishte 300 e sa mijë vota, që si kapte asnjëri nga kandidatët as të opozitës, as të lëvizjes vetëvendosje, dhe vetëvendosja dhe personat të tjerë të drejtues të lëvizjes vetëvendosve si Glauko vinte pas tij. Pra, kjo tregon se fitoria e lëvizjes vetëvendosje është edhe fitore për individet drejtuesit e saj, por edhe fitore për të zgjidhur ngërçin politik të krijuar prej më se një viti në Kosovë. A u zgjidh çështja e ngërçit politik, apo ka rrisje të tjera që mund të shkaktohen në vazhdimin e procesit zgjedhor? Spari, ju përshëndes gjithëve, edhe shikëquzve tuaj ju dëshiroj një vit të mbar gjithëve, gëzuar. Këtë fitore për cilën po flitni si fitore të vetëvendosjes, unë e shiqoj pak më gjerë. Unë mendoj se kjo është një fitore edhe e Kosovës, edhe e mbar kombit, sepse në këto momente ishte zgjidhja më e mirë për të dalë nga situata që ju po e quani ngërç, po unë e kisha quajtur blokad. Unë edhe më parë kom thonë, edhe tash tham me plot bindje timen, se kjo blokad është shkaktuar me qëllim nga ana e opozitës, do të thonë të humbësve të zgjedhjes, edhe të humbësve të zgjedhjeve të shkurtit, për arsye se ishte numri i votave ose përqindja e fituar nga vetëvendosja ishte aty afër, edhe pse ishte me shumicë, e kishin mundësi të bëjnë kësi blokade. Ata blokuan vetëm me qëllim që shkaktojnë sa më shumë amulli në Kosovë dhe situatë pa qartë, pa sigurt, që popullit mërzitet edhe të kërkoj largimin e kryeministit Kurti nga detyra, jo vetëm e kryeministit, po siç deklaronin edhe ata shumë prej udhëhesëve të këtyre partive kanë deklaruar jo një herë, po shumë herë, se Kurti duhet largohet përgjithmonë nga politika. Edhe shumë deklarata aty në kanë qenë se Kurti më nuk do të bëhet kryeministër, që ka qenë një gabim trashanik i tyre, sepse ata atë blokade kanë krijuar me qëllim edhe të shtym nga elementa ndërkombëtar, që duhet ta përmend edhe kësaj herë, dhe pse u bë bajat, ish ambasadori Grenell, i cili i ka udhëzuar shumë keq opozitën që të bëjnë blokada, të shpresu ata që kanë me pas për krajën e administratës Trump. Një gabim trashanik, njëjtin gabim e ka bërë edhe Serbia, të mendu se presidenti Trump do ta përkrahë Serbinë. Presidenti Trump dhe ambasada dhe administrata e tij nuk janë të interesuar për krajën forca mbrapamëtura, forca që kërkojnë probleme, që shkaktojnë probleme, që kërkojnë lufta, siç është Serbia. Nuk po them që është opozita e njëjtë, mos keq kuptohem, a kupton, po në mënyrë të vet edhe opozita ka shkaktuar probleme. Administrata Trump edhe presidenti Trump vet janë të interesuar për një shtet fort të Kosovës, një shtet qetë, të cilën e ka realizuar vetë kryeministi Kurti me qeverinë e tij këtë mandatin 4 vjeçar. Qetësimi i veriut ka qenë një ndër arritjet më të mëdha, largimi i bandave të Serbisë ka qenë një arritje jashtëzakonshme, e cila e ka mundsuar Amerikës që të ketë një respekt shumë më të madh për Kosovën, edhe për vetë kryeministrin Kurti. Kjo u dëshmua edhe me ligjin e fundit të mbrojtjes amerikane, ku pa
pa pik problemesh, propozohet ndër tjera hyrja e Kosovës edhe në NATO, sugjerohet normalisht. Dëgjoni, zoti Rafael, kur në atë listë nuk do të kishte gjetë vend një propozim, një klauzulë të tillë, sikur Kosova të ishte me barikada e me bandita e të cilët kalirojshin nëpër veriun e Kosovës. Prandaj, një meritë e jashtëzakonshme i takon kryeministrit Kurti, gjë që është dashur t'ia pranojë edhe opozita, edhe ta ndihmojnë atë drejtim. Ky është ndër gabimet kyç të opozitës që ka bërë gjatë kësaj periudhe, sepse populli sheh kush punon, populli sheh çka është mirë, çka është keq. Okay. Prandaj unë mendoj se kjo është një arritje e madhe e gjithë kombëtare, parasysh se Kosova i boni zgjedhjet aq nivel jashtëzakonshëm, në nivel demokracisë evropiane, besa edhe botnore, shteteve më demokratike, në mënyrë të qetë, me realizimin e vullnetit të popullit në mënyrë me votë, edhe kjo ishte një arritje madhështore. A mos ishte kjo më tepër edhe munges alternative nga opozita, pavarësisht luftës politike, po ata nuk paraqesin një alternativë tjetër? Janë përveç, dhe ajo është në pyetje, arsyeja është se ata nuk patën mundësi apo nuk e orientuan që këtë 4 vjeçar ta shfrytëzojnë të bëjnë një opozitë konstruktive, që dalin me programe konkrete, sepse duhet me kuptu një gjë, për me arrit me marrë pushtetin, duhet me u bë më mirë se sa qeverisja aktuale. Nuk mund është ti me qenë maj keq, se mos me pas kurfar programesh, as kurfar zgjidhjes. Propozimet kote me galumane, cilat do t'ja vritim rrogat e kështu, ato janë vetëm fraza, ato i kupton slogane, ato populli i kupton. Duhet me dalë me programe reale për të ardhmen e një populli e një vendi, për ta bind popullin që ti je një alternativë më e mirë se sa që alternativa që ka qenë. E dyta, ta them sinqerisht, një mandat kudo, edhe në vetë këto Shtetet e Bashkuara të Amerikës, nëse një administrat tregon sa do pak rezultate, gjithmonë i jepet shansa që të vazhdojë edhe një mandat tjetër, sepse është shumë vështirë të arrihen gjitha ato që dëshirohen për një mandat, edhe nëse je një qeverisje e mirë. Atëherë, cili është mesazhi që dha populli kosovar klasës politike të Kosovës? Mesazhi numër 1 është duhesh si parti politike, nëse synon ta marrësh pushtetin, nuk duhesh me premtu se ti do të jesh servil ndaj ndërkombëtarëve, edhe do t'i ndëgjojsh tjerë çka të thojnë e çka të mësojnë, po ti do t'i shërbesh popullit. Pra, duhesh me ditë se populli është ai që voton, nuk votojnë ndërkombëtarët në vendin tonë. Prandaj, bazohen popull, jo në ndërkombëtarët. Normalisht që marrëdhëniet me ndërkombëtarët duhet ruhen, rregullohen, bëhen bashkëpunime, gjithë ato duhet bëhen. Por esenca, baza e një qeverisjes duhet të bazohet në popull. Populli është ai që vendos. Populli është sovrani. Ky është gabimi numër 1 i opozitës, sepse ata non-stop na prishin me të hujt, na ishim ndu me të hujt, çka kishte bëti më rregullu me të hujt. Me dhon veriun e Kosovës, me marru qefin serbisë dhe më bë mirë me të hujt, me ndërkombëtar, ajo është humbje, ajo është kurgjo. Pse kemi luftu? Pse kanë vdek? Pse ka luftu UÇK? Kat? Na për me dhon veriun, kemi mujt me dhon Miloševićit me kohë dhe si ishin bot gjithë ato gjakderdhje. Prandaj aty është gabimi numër 1 i tyre, ajo është porosia numër 1 për ta. Në të ardhmen bazohenin popull. Kjo është këshilla jame për këtë opozitën për që i kanë humb zgjedhjes. Pastaj, dën 2, mos mbështetja e qeverisë aktuale në ballafaqim me Serbinë. Nëse një qeverisje, siç ishte qeverisja Kurti në këtë rast, ka mujt me qenë çfarëdo qeverisje, ballafaqohej ditë për ditë me agresorin serb, mënyrat ndryshme të presioneve, edhe ndërkombëtare kështu, qëndroi e fortë ndaj tyne edhe arriti ato rezultate në veri që janë shumë të mëdha. Si opozit do të ishte shumë më mirë po ta mbështetnin, sepse edhe në kampanjën tash, kur nuk do t'ja merrnin ata do të kryesor, kryeministit Kurti, kur ai thotë që unë e kam rregulluar veriun. Ta jo vetëm që nuk e ndihmuan,
por edhe kritikuan, edhe dulen kundra, edhe sot e kësaj dite shumica prej tyre edhe nuk e pranojnë si ka pas arritjen veri. Po në dëgjoni më burr. Nuk bën ashtu se na jemi budall, populli din, arritjet janë vërteta, unë isha në veri, të kënaqet zemra më shkunë për veri aty. Serb, unë kam informata dhe për serb, minoritetin serb, edhe ata janë të lumtur. Edhe pse ata publikisht nuk guxojnë me thonë se ende në kontroll Beogradit e kanë benefitin nga Beogradi. Prandaj, dash si opozit me thonë, po, ka arritje dhe po e ndihmojnë, edhe me dalë, mos me kritiku, po me ndihmu, me përkrah, me gjitha forcat që të arrijet ajo shka arrit veri. Kjo është gabimi numër 2. Do me thonë, numër 3, aq shumë, sidomos shtypi, partit politike edhe deri diku në zoti Rafael edhe i kuptoj. Ato luftojnë për pushtet, edhe përdorin mënyra të ndryshme, kanë një herë sharjet e këto akuzat e këto kanë një herë efekt negativ në kundërshtarin ndoshta. Mirë po, aq shumë e kanë tepruar, sidomos shtypi i Kosovës, 80% e shtypit kundër kryeministrit edhe kundër qeverisë së tij, vend e pa vend, shpifje, rrena, shtjellime, gjitha, sa që unë për veti po ta them këta. Edhe kur ata nëse kanë pas edhe ndonjë informat, shtypi i Kosovës, nëse edhe ka pas ndonjë informat që ka qenë ndoshta edhe vërtet, unë asgjë e kom shiqur, sepse a priori e kom refuzu shtypin, sepse aq shumë kanë rrejt, aq shumë kanë shpif, aq shumë kanë shtjellu, sa që të unë o kriju një përshtypje negative për ta që nuk e meritojnë as me i vlerësu. Ky është gabimi numër 3. Ka gabime të tjera, sidomos deklaratat që ndërlidhen me këto 3 gabime, ndërlidhen deklaratat. Qysh mundën nën kryetari një partije si LDK me dalë me thonë që unë nuk kam problem me listën serbe, kam problem me kryeministrin Kurti. Kryeministri Kurtin e kije për kundërshtar politik, listën serbe e kije kundërshtar i cili dan me të zhduk. Ka tentu me të zhduk, edhe janë marrë edhe akte terroriste, prapë se prapë, janë marrë Radojqi që ende nuk është i burgosur. Ata edhe sot e kësaj dite lista serbe nesër i merr armët edhe i vret mos pare fshtin të vetë shqiptar, edhe fëmin tonë është gjene me i vra, e ti nuk pas ke problem me listën serbe. Nuk janë ato deklarata. Pastaj nuk janë deklarata me thonë që qeverisja Kurti është ka sillet me minoritetin serb njësoj si kur Vučići, Miloševići ose Rankovići. Të lutem, kjo është një dështim, aq s'podisë me shpreh, është janë deklarata as poshtëta, as pa drejta, as pa ftyra, sa që ata persona që japin ata deklarata nuk e meritojnë qeverisjen. Prandaj unë shpresoj që edhe Lidha Demokratike, se edhe PDK ka pas deklarata të ndryshme, mos flasim për Lutfi Azirin e për këtë Gazmend Muhaxhirin Pej e këto. Ato janë deklarata katastrofale, cilat e kanë vulos humbjen e tyre. Nëse vazhdojnë kështu, nuk ka shehet që nuk ka dojnë më përmirësu. Unë shpresoj sepse unë kam me që shok edhe në LDK, edhe sidomos në UÇK, se me ta luftën e kemi përkrah me mishë me shpirt, me çka kemi mund, edhe kam ndjenja ndaj atyre që kanë luftu, por ju lutem, nëse ti je në gjendje me dobësu shtetin tonë, me damtu shtetin tonë vetëm për me marrë qeverisjen, të lutem unë me ty i ndaj rrugët. Jo unë e po thonë, po flasim për gjithë votuesit e Kosovës, shqiptarët e Kosovës, sidomos, jo veç edhe shqiptarët, përveç minoritetit serb. Tashti, këto janë shumica e atyne ka plot tjera, që mundet me folë me kohë, me një gjatë. Unë kisha thonë me një fjalë, zoti Rafael, ju kisha thonë opozitës si krejt s'ka keni bo, që 4 vjetë, që është keni punu, ndaci me fitu në targmen, veç bënit kundër. Do me thonë, veproni diçka krejt në ryshit kundër të në asaj që a keni vepru dhe i sot, edhe atër keni me pas shansa me fitu. Si lexoni rezultatin e PDK-s, LDK-s, AK-s në këto zgjedhje? Po i kanë marrë ma mirë se sa e meritojnë rezultatet. Nuk e meritojnë as ato rezultate. Po e kanë ata një pjesë vetën që i kanë votuesish, ata i kanë marrë. Votuesit të pavarur, si që jam une,
Se unë jam nesër I hapur nëse dikush tjetër më mirë se kryeministi Kurti, nëse del me program më të mirë, nëse jep gjëra më të mira, jo mi gatshëm me konsideru për votë. Jo mi gatshëm mi konsideru edhe këtë opozitë nëse ndryshojnë e bëhen më të mirë. Po nuk mundesh ti me dalë me gjëra më të këqija se sa kryeministri me luftu vendin tonë edhe ti me kërku votën. Unë s'di as pse kanë kërku votën. Hiç se kanë merituar asnjë votë ta. Ta them sinqerisht. Domethënë rezultatet I kanë të meritume, edhe nuk kanë me marrë, nëse se ndryshojnë qasjen e tyre edhe veprimin e tyre politik, ata nuk kanë me marrë vota as në të ardhmen. Një element I veçantë është se votimi I diasporës ka qenë masiv, sidomos ai që është numëruar deri më tash në për ambasadat edhe njësitë diplomatike. Po vazhdon numërimi I votave me postë. Kjo tregon që diaspora është më I qartë për të ardhmen e Kosovës, nuk është infektuar nga fryma partijake? Saktësisht, zoti Rafael. Mërgata apo diaspora, unë ma me dëshirë e quaj mërgata, dhe se këto nën kuptojnë ndoshta gjëra të ndryshme, njëri është armen më I gjerë, tjetri më I ngushtë. Por unë ma preferoj me thonë mërgat. Mërgata jonë është shumë më e pavarur. Është edhe I sheh gjonat nga anash, nuk varet prej askujt, I sheh gjonat edhe nivelit ndërkombëtar, edhe e sheh perspektivën e shtetit, më mirë se sa që shohin ata brenda, për arsye se brenda ata I shohin, unë e kuptoj, jo ka rrym, s'ka rrym, edhe na kur shkojmë në Kosovë, nëse nuk ka rrym, edhe na I përjetojmë ato, se na që jemi në Mërgat, I kemi shtëpia tona atje. Ne kanë rrym me mujt ton atje. Prandaj nuk munden edhe me na thonë, ja, ju rrini atje dhe nuk I dini problemet tona. I dim fort mirë se nëse të smuresh në Kosovë, duhet me shku në spital të Kosovës. Prandaj unë jam I interesuar që spitalet rregullohen. Unë jam I interesuar që kuadrat e Kosovës dalin më të ngritur, më të edukuar që ta udhëheqin Kosovën me mënyrë të mirë. Ne me zemër jemi të lidhur, jemi shumë më të pavarur, edhe për këtë arsye vota e Mërgatës është vota adekuate sipas merites. Unë mendoj se edhe ta them këtë, sa ka ankesa, dëshiroj që ta shëroj një gjallë, sa ka ankesa atje edhe të partive kundërshtare dhe disa individëve, sidomos në shtypin ta disa gazetare, opinionista që zoti I marrov disa prej tyne, qartë poshtër janë, nëse partitë politike duhet Mërgatën ta konsiderojnë si një segment I votuesve. Sikur që ti në Amerikë, Minnesota votohet ndryshe, në New York votohet ndryshe, në Los Angeles ndryshe. Ai që don me konkuru për president të Amerikës I konsideron gjitha edhe mundohet se secilin segment ta përfitojë. Prandaj, sa ankohen këto parti politike atje, jo në ka mujt Mërgata, jo ka ardhur Mërgata, jo s'kan drejt, si njohin problemet tona, ato janë kote. Ti duhesh me konsideru segmentin e Mërgatës edhe duhesh me punu me Mërgatën që ta përvetësojsh Mërgatën dhe që Mërgata të voton ty. S'mundesh ti me ike me thonë nuk ban me votu Mërgata, sepse çdo person në këtë botë që ka shtetësinë në një vendi ka drejt vote. Amerikanët janë anë kanë botës, edhe kur vjen votat votojnë kudo në botë për Amerikën. Edhe as që diskuton dikush kur se bën pyetje këtu në Amerikë, jo, nuk kanë drejt me votu Amerikanë se jetojnë në Japoni ose në Singapur edhe nuk I njohin problemet tona. Kjo është Rafael realiteti. Dhe ta shohin realitetin e mos mahen me ëndra, edhe me shpjegimet cilat ja mundsojnë atyre që të vazhdojnë me këtë rrugë të gabueshme ku janë hinin në labirint pa kry, edhe s'kan ka dinë me dalë. Duhet të sparet lirohen për këtyre kuadrave kryesore që I kanë bërë këto deklarata shumë dëmshme, që I kanë shkaktuar dëm edhe partive, edhe shtetit ton, për këtyre të lirohen edhe të bëjnë ndryshime. Të fillojnë me ndryshim, edhe pastaj, unë kam dëshirë që opozita të jetë e fortë, sepse sa më e fortë që është opozita, edhe opozita është më përgjegjëse, përgjigjet më shumë sepse frigohet. A kur I ka ata që qana krejt edhe dinë se si ashtu rahatohet, mundet edhe që kjo opozita mundet më rahatu, thëtë sa ata si voto kërkush. A kupton? Prandaj unë jam shumë interesuar që të kemi një pozitë fortë, të zojnë, të mirë, sikur që edhe kemi, po ta them sinqerisht,
ne e përkrajmë shumë Vjosa Osmanin edhe kryeministrin Kurti, për arsye se këta kanë treguar me rezultate, me punë që janë të mirë. Ne nuk i përkrajmë partitë si parti, ne jemi të pavarur. Mirë po, rrallë ti mundesh me pa një përkraje kaq të madhe që ka bos një person historik si kur është Gjo Diogardi dhe Shirley Cloys me qit përkrajën e tyne të hatë për një kandidat si kur që ishte përkraja tyne për kryeministin Kurti, edhe është edhe për presidentën Vjosa. Në këtë mes, si e parashikoni ju rezultatet, a do kemi një rizgjedhje të zonjës Osmani? Unë e shpresoj edhe i lus, edhe pozitën, por edhe opozitën, ta gjejnë mënyrën pa dhimbje të madhe, edhe ta votojnë edhe për një mandat zonjen Vjosa e Osmani Sadriu. Kjo presidente është e mrekullueshme, e ka treguar me aftësitë e saj, e ka treguar me njohjet, e ka treguar me depërtimet e saj, e ka treguar me intervistat e saj në CNN, me deklaratat e saj të ndryshme, me paraqitjen e saj në Kombet e Bashkuar me kundër Vučićit. Unë ta them përbes, kupton, unë nuk du me idealizu me bodikon t'jash zakonshëm, mirë po nivel të Vjosa Osmanit, unë menoj se në këtë moment nuk kemi edhe një kuadër tjetër që mundet me zavendësu atë. Prandaj do t'ishte një gjuna i madh, një dam i madh për Kosovën, besa edhe për Evropën edhe për Amerikën, sepse ata ka nevojë të kenë kuadra të aftë në Kosovë, si Vjosa Osmani edhe Albin Kurti, me cilët mundën me punu si duhet, edhe për cilët e presin. Prandaj, shpresoj që do të gjendet konsenzus që ta votojnë pa problem, e mos ka nevojë të shkohet në zgjedhje të lira. Përndryshe, nëse kushdo që ta shkaktar për mos zgjedhjen e presidentes Vjosa Osmani për një mandat tjetër, do të merr me siguri një dënim nga populli në zgjedhjet që do duhet marrën parasysh se do të duhet më shkon zgjedhje tjera, do të bëhet tepër e punë edhe populli edhe ashtu do mërzit me zgjedhje, edhe do të marrin një dënim shumë të madh ata që nuk e përkrajnë Vjosa Osmanin. Për lidhje me një deklaratë ministres jashtë me zonis Donika Gërvalla, kur e pyetën a do të votohet Vjosa Osmani, a votojnë gjithë Vjosa Osmanin, tha pyetja kush është ai që guxon mos me votu Vjosa Osmanin? Për të besë kam pas të lashe ai që nuk e voton Vjosa Osmanin. Mendohet që LDK-ja ta suportoj? Shpresoj po, sepse unë mendoj se LDK-ja e boni gabimin se ndër gabimet tjera që i përmenda gabimin edhe më të madh që i boni, është sepse Kurti pa marrë parasysh se mënyrën që i ka ofruar, po 3 herë ju ofroi mundësi që të bëhet pjesë e koalicionit, edhe ata nuk u bën, edhe që aty ata kanë më shumë se sa PDK-ja. Për shkak se ju ofru mundësia që ta heqsin blokadën, edhe ata nuk deshten. Tashti, po të kishin bëhet punë ata vetë që kishin filluar një farë rehabilitimi të popullit jonë. Prandaj unë po shpresoj që ata e konsiderojnë me mençuri edhe ta fillojnë si vendim tyne të madh, sepse ky është megjithatë një vendim i madh, përveç vendimeve të tjera që fillojnë tash, votimi i buxhetit, votimi i marrëveshjeve, këto që duhet më bë bashkë me pozitën, sepse janë disa gjëra që duhen më bë bashkë. Unë mendoj se nëse këta votojnë edhe çfaqin, domethënë vullnetin që ta votojnë presidenten Osmani pa probleme, unë mendoj se do të jetë si fillim i rehabilitimit të tyre për të ardhmen. Zoti Agim, ju faleminderit për analizën gjithmonë të hollësishme të situatës, e sidomos edhe për veprimtarinë e Ligës Qytetare Shqiptaro-Amerikane në favor të një zgjidhje të vërtet politike në Kosovë. Kjo fitore e vetëvendosjes ndoshta do të ndryshojë dhe ekuilibrat politik në parlament edhe më tej, po ndoshta do ndryshojë edhe vështrimin e disa perëndimorëve në lidhje me qeverinë Kurti. 100% perëndimorët ata e respektojnë vullnetin e popullit. Autoriteti i kryeministit Kurti ka me qenë në rritje të jashtëzakonshme në këto ditë, edhe në ballafaqim me ndërkombëtar. Ne si ligë do t'i përkrajmë përderisa punojnë mirë në interesa kombëtare, në interesat të shtetit, sepse këto janë edhe interesa kombëtare, se forcimi i Kosovës në kupton edhe forcimin e gjitha pjesëve tona të kombit ton, edhe kështu që ne kemi detyrë ta vazhdojmë punën në Washington, sepse kombi ton
nuk i dalim borxhit kur. Ja kemi borxh. Faleminderit shumë e ju përshëndes gjithëve. Dhe faleminderit për juve që shumë herë më dhatë mundësi të shpreh mendimet e mia, një kontribut i jashtëzakonshëm që e bëni edhe jo vetëm se mua më ofroni mundësinë, po keni dhënë një kontribut jashtëzakonshëm për kombin gjatë gjithë kësaj periudhe. Ju personalisht, zoti Rafael edhe të tjerë, zoti Gani Villa e të tjerë bashkë me juve. Ju faleminderit edhe një herë urimet më të mira për këtë vit të ri për ju, për Shqipërinë, për Kosovën, për shqiptarët kudo që ndodhen. Urime nga zemra. Nga zemra, gjithashtu. Mirupafshim. Mirupafshim. Të dashur teleshikues të televizionit të shqiptarëve të Amerikës, ne këtu i dham fund emisionit ton Argument, do të takohemi në emisionet tjera. Miru takofshim.